Ky që kur ishte I vogël, interesoi shumë, nuk donte asnjë lojë tjetër përveç topit, vetëm top. Ka qenë I rregull në shkollë, ka qenë I rregull kudo, ka qenë shumë I zgjuar dhe ishte për çdo gjë që ti thoshe ishte gati. Unë them që ai ka qenë që I zgjuar që I vogël. Rej. Edhe vazhdoi shkollën e mesme, ka vazhduar ka bërë në Itali. Atje filloi duke futur në sport si nxënës, si fëmijë. Edhe arriti në këtë ditën sot, që është futbollist I rregullt edhe I mirë. Përveç karrierës së tij futbollistike që e ka nisë që në moshë të vogël, si u ndihet ju kur ai shënoi gol ndaj Serbisë në mes të Serbisë? Në mes të Serbisë. Ne atë natë nuk di si ta shpjegoj të keqen në natyja, unë kam qarë me lot për atë ndeshje që bëri, sepse jo që gëzoj familjen e vetë, nderoj gjithë fisin manaj, po ka nderuar dhe gjithë rrethin e tij lushnje dhe gjithë Shqipërinë. Çfarë këshille I keni dhënë ju si gjyshe në moment që Rei ka marrë rrugën e futbollit duke përfaqësuar Shqipërinë në... Ne I kemi thënë që të punoj dhe të justifikoj, domethënë veten e tij, familjen e tij, se dhe familja ka bërë shumë për të. Babai dhe nënë e vet. Janë shumë të rregullt që e kanë mësuar dhe kanë mbajtur afër për çdo problem për sportin. Që ai të dilte tamam se çdo sot. Në moshë të vogël, Rei luante futboll? Kur ka qenë në Itali po, që ishte në klasë 3, në klasë 4, luante, po. Donte vetëm topin donte, edhe kur ishte I vogël donte topin. Unë një mesazh do jap këtyre fëmijëve që janë në shkollë të mesme. Topi është një gjë shumë e mirë. Edhe çdo njeri duhet ta vlerësoj këtë punën e topit. Ta ketë edhe në zgjuarsinë e vet, po ta ketë edhe si të thosh, të ketë dëshirë të madhe, se po pa dëshirë, po pa vullnet, do I realizojnë gjitha gjëra në jetë. Reit, çfarë mesazhi do të jepni sot? Unë do të jap një mesazh e falenderoj shumë Rein për golin që bëri dhe nderoj të gjithë, familjen, manaj të gjithë, lushnjen në radhë parë që jetojmë edhe gjithë Shqipërinë. Faleminderit.